O djali, do mbyllet TikTok-u. Qa mendimi ke? Asnjë? Po ti? Nuk do shoh më andale. Ua, po jo, hajde këtu, hajde. Për ne do të marrim malli më shumë të. Për ne të andales. Do të marrim malli për ju. Goca, qa do bëni pa TikTok-un? Për qa do ju marr malli më shumë? Ne s'përdorim fare TikTok, Nuk e përdorni? Jo, nuk e përdorim fare TikTokun, për shkak se ne jemi nxënëse të marrëdhënie me publikun, dhe dim shumë mirë se si është TikToku, kështu që nuk kemi përdorues të TikTokut, fatkeqësisht apo fatmirësisht. A mendoni se është zgjedhja më e mirë që ka bërë qeveria shqiptare për mbylljen e TikTokut? Patjetër që po, mendoj që shumë zgjedhje e mirë. Jo vetëm për brezin e ri, po për gjitha brezat mendoj që është një ndër zgjedhjet më të mira që po bëhet. Shpresoj të bëhet sa më shpejt. Tani varet me njerëz, pasi unë kurse shpenzoj shumë kohë në TikTok, kam angazhime tjera. Për ata që e marrin si punë në TikTok, mund të ketë pak problem.